Një emision ekskluziv Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Mirëmbrëma shikues dhe mirë se vini në Shtylla, emisionin për ekonomi të prodhuar nga Kosova Press, ku diskutojmë çështje kyçe që prekin ekonominë, bizneset dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Tema e parë që sonte do të flasim është ajo për pagën minimale në Kosovë, një temë që ka nxitur debat të gjerë publik. Sigurisht do të ketë edhe tema të tjera që do të trajtohen gjatë këtij emisioni, por në fillim ndjekim titujt kryesor. A është rritja e pagës minimale premtim elektoral? Sa do të arrijnë bizneset ta përmbushin këtë? Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, diskutojmë për sfidat e bizneseve gjatë këtij viti. Shqiptari që solli ekskluzivitetin e birës belge në Kosovë, Belgian Brew Import, kompani e krijuar nga një mërgjimtar në Belgjik. Ndërsa në rubrikën shi, sjellim historinë e bletarës nga Deçani. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, premtoi se do të ketë rritje të pagës minimale nga 350 euro në 425 fillimisht, e pastaj në 500 euro rroga nga korriku i vitit të ardhshëm. Derisa qytetarët po e presin këtë, bizneset nuk është se e vlerësojnë si vendim, kurse ekspertë e ekonomisë e shohin si premtim për vota. E ndjekim storien e përgatitur nga kolegja Erlinda Krasniqi. Për herë të parë në shtetin e Kosovës, 3 vjet pas pavarësisë, u miratua një ligj që përcaktonte pagën minimale. Atëherë u krijuan 2 nivele. Në moshën 35 vjeç, paga ishte 130 euro, ndërsa mbi këtë moshë u caktua si pagë minimale, shuma prej 170 eurosh. Kjo çështje nuk u prek për më shumë se një dekadë. Në korrik 2023, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj të ri për pagën minimale, e ngriti në 350 euro. Tash, pas gati 2 vite e gjysmë, i njëjti kryeministër, por kësaj radhe në detyrë Albin Kurti, mori një vendim tjetër që paga minimale të rritet në 2 faza, nga 1 janari të rritet në 425 euro, kurse nga 1 korriku në 500 euro. Këtë vendim qytetarët po e mirëpresin. Shumë mirë ku ka bo, se keq që kam pas punë të keq, kështu që ma mirë është. Besoj që të ardhën edhe ma mirë rritin e prapë. Mjaftues me sësh, po që shukon apet nuk ka keq. Ka mundësi edhe ma shumë rrit. I mirë më rrit, po dhe ma madhe se çmimet kanë hip shumë. Çdo rritje, sa do e vogël, ndikon pak të popullata. Qysh është mirë për qytetarët e timet në lloja sana. Inshallah pa i morë më djova, se mon fjallën. Pa çfarë mjaftueshme, çfarë çmime është 2 era një kafe, si më smjafton. Megjithatë, bizneset dhe ekspertët e ekonomisë e kritikojnë vendimin, duke cilësuar si të nxituar dhe pa konsultime të mjaftueshme. Drejtori i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Kushtrim Ahmeti, e sheh këtë rritje si një vendim politik në prag të zgjedhjeve, duke theksuar se qeveria në detyrë nuk ka legjitimitet të plotë për vendime të tilla afatgjate. Plotësisht fushata dhe ne kemi qenë kundër, kemi marrë pjesë në takim, edhe jemi plotësisht kundër, kemi kërkuar që qeveria duhet më konë funksionale në kuptim që plot për me dalë një vendimi tillë, jo më marrë në këtë periudhë ku edhe qeveria është qeveri në detyrë, ministrat janë, shumica për tyre janë bërë deputet, domethënë nuk ka asnjë logjik. Periudha kur po merret ky vendim, domethënë është ku që po bëhet puro për fushat politike. Ekspertët paralajmërojnë edhe për rreziqe të tjera. Ekonomisti Naim Huruglica thotë se rritja mund të shtyjë disa biznese,
drejt informalitetit duke mos deklaruar pagët e punëtorëve. Në fol në realitet nga gjendja në tregun e punës, unë mund të them me siguri se shumica e sektorëve industriale ose sektorëve që kosovarët punojnë, tani pagë minimale nuk ka nër 500 euro, pagë reale. Mirë po nëse rritja vërtet është bë në momentin e fundit, tash mund të interpretohet pse është prit bë tashmë nuk është bë më herët. Paga minimale edhe kur caktohet në mënyrë ligjore, sikur tash këtë rast nëse është një vendim i tillë, nuk do të thotë që ka më pas një ndikim direkt në përcaktimin e çmimit të tregut punës, sepse çmimi i punës veç ka ik manal se është ai. Ekziston vetëm një rrezik, nëse ka dikun që paguën njerëzit më pak, mund t'i fusë një informalitet. Pronari i Infotech Corporation, Nazir Zylfiu, shprehet i shqetësuar për rritjen e pagës minimale. Zylfiu thotë se vendimi për pagën minimale është marrë pa analizë të detajuar të kushteve të biznesit privat. Ai thekson se disa kompani nuk mund ta përballojnë këtë rritje, duke pasur parasysh qarkullimin financiar dhe kapacitetet e tjera operative. Ne si biznes i teknologjisë informative mendojmë që ky propozim apo vendim, cilin ende nuk e dim sa është korrekt, po paga minimale, për me vendos për çështjen e pagës minimale, duhet me analizu kushtet e bizniseve, unë po flas për bizniset private, në çfarë niveli janë, a mund të rritet apo ka rreziqe të shumta. Një prej tyre mund me qenë, për shembull, ka biznise që nuk mund me përballu këtë pagë minimale, po se që edhe qarkullimi edhe çështje tjera janë në pamundësi të kësaj. Po edhe çështja pagës minimale do të zgjidhet në një diskutim të mirëfillt me biznise dhe jo ad hoc siç është propozuar në këtë rast. Por ndryshe nga bizneset, përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat mendojnë që kjo rritje do duhej të ishte edhe më e madhe. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, thotë se paga minimale e propozuar nuk e përballon koston reale të jetesës. Në takim që kemi mbajtur sfundi si Këshilli Ekonomik e Social me ministrin Murati, unë kërkesa ime ka qenë që paga minimale duhet të jetë 600 euro, por ai ka dalë me propozim tinej që duhet të jetë 500 euro dhe me këtë propozim faktikisht ka shku në qeveritë të Kosovës. Sot paga minimale, nëse e marrim koston e shpenzime për 4 anëtar të familjes, atëherë gjithçka që të mbetet 800 euro paga minimale faktikisht nuk i mbulon shpenzimet. E kemi të lashe sepse me edhe në të kalumen, edhe në moment kur në kushtin e vitit të kaluam, kryeministri mori vendim që paga minimale të jetë 350 euro, ajo edhe sot nuk po zbatohet. Vendimi për rritje të pagës minimale sipas kryeministrit prek rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Për të njëjtën temë, në studio do të flasim me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Zotri Rafuna, faleminderit për kohën dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Fillimisht po ju pyes se a shihni si mjet të fushatës elektorale këtë vendim të kryeministrit në detyrat Albin Kurti? Po, momentumin në të cilin është marrë, është pjesë e fushatës, deshte nuk deshte reflekton që është pjesë e fushatës. Para e dyta, ne kemi kërkuar që për të marrë një vendim i tillë, na nevojitet më shumë kohë. Ka qenë një ftesë për Këshillin Ekonomik Social, një ftesë shumë e shpejtë që brenda 12 mund taku, ne do të merret ka ftesa për ditën e nesme, ndërsa ne kemi po që ajo vetëm formalisht se ish ministri i financave, zoti Murati, që ka përgatitur propozimin për ta çuar në qeveri, kurse kjo është një çështje shumë e ndihshme që kërkon më shumë diskutim, kërkon më shumë studim dhe kërkon kohë që mu konsultu me antarë dhe jo antarë të Odës Ekonomike dhe për të ardhur me një propozim ne si sektor privat, se ne nuk na është dhënë mundësia që të shkojmë me një propozim, mirë po na është imponu propozimi i qeverisë dhe që kërkesa jonë ka qenë që ne të kena mundësi të shkojmë me një propozim mbas konsultime dhe mbas që ta kemi një studim të tillë. Pra s'ka pas konsulta? Nuk ka pas konsulta, nuk ka pas një dialog, në kuptimin që më na u dhonë më shumë kohë ne me bashkë bisedu ose mu konsultu me sektorin privat.
kjo kategori është kategoria më e ndihshme e të punësurve. Këtë kategori hin të punësurit të cilët nuk kanë ndonjë kualifikim të lartë. Dhe për këtë arsye duhet me pas shumë kujdes kur mirët një vendim i pagës minimale. Në vendet e zhvilluara për shembull, çdo fillim vitit, institucionet publike, në këtë rast qeveria ose kryeministri, konsultohet me sektorin privat se sa i kanë mundësi për ta ngritë pagën minimale. Për shkak se nuk është vetëm vendim ose vetëm një veprim që të ngrit pagën minimale, mirë, por në nevojë të një paketë mbështetëse. Rastin konkret, për shembull, është ngrit paga minimale që prej 1 janari shton që do të jetë 420%. A është vendim apo do të merret vetëm nëse fiton Albin Kurti? Ne shpresojmë që qeveria e re që do të vjen, me njëherë, do të na thirrë, do të na jap mundësi mu konsultu, do ta bëjmë një studim dhe do ta vendosim se sa do të jetë paga minimale. Të mos keq kuptohemi, sektori privat nuk është kundër rritjes së pagës minimale. Bile ne kemi theksuar edhe përmes mediumit juaj shumë herë që po të na ish dhënë mundësia ne mu konsultu me sektorin privat dhe me shku me një propozim te qeveria ose te Këshilli Ekonomik Social, ndoshta ne do të kishim shkuar edhe me një rritje më të lartë se sa që ka premtuar qeveria. Mirë, po nën kushtet që do të ketë një paketë mbështetëse. Nuk ndodh në asnjë vend që të rritet paga minimale e të mos lirohet nga tatimi të ardha personale. Pra, kjo pagë në korrekt do të jetë 500 euro. Unë na shpresojmë shumë që me qeverinë e re që do të vijë, pa paragjykuar kush do të jetë qeveri, do të na jepet mundësia që ta bëjmë një studim, ta kemi një konsultim dhe ta marrim së bashku një vendim se sa do të jetë paga minimale, jo të vendosur kështu në mënyrë arbitrare. Për arsye se kështu e sfidon biznesin, e sfidon formalitetin, e kthen në informalitet. Po edhe mundën shumë të ri dhe treja që janë në këtë kategori të mbesin shumë lehtë pa puna për shkak se shumë startupe s'mundën me përballu. Çfarë lehtësirash atëherë duhet të ndërmarrë qeveria për këto që i përmend? Ka një mëri masash, për shembull lirimi nga tatimi të ardha personale pagën minimale. Kjo është një mundësi e parë. Një mundësi e dytë është për një periudhë caktuar me subvencionu një pjesë të pagës minimale. Dhe ka kështu ka shumë mundësi dhe masat e tjera. Tash mos timimi në mundja nga një, mirë po nuk mundet mu rrit paga minimale, edhe mos mu ndërmarr një paketë mbështetëse. Nuk mundesh me ngarku biznesin dyherë se je duke sfidu. Biznesi jonë si vjetër sfidu në mënyra të ndryshme. Pra bizneset nuk janë të gatshme për një vendim të tillë. Absolutikisht jo. Nuk janë të gatshme për shkak se ndikon drejt për drejt e ta, ndikon drejt për drejt në riorganizim, ndikon drejt për drejt e ta që ndoshta një pjesë punëtorëve edhe me liru, po them prap jemi të folë për kategorinë, se ata që janë të kualifikuar ata kanë pagën më të lartë, ata nuk hynë në pjesën e pagës minimale. Kjo pra rrit informalitetin? Patyshim që po, nëse shkohet në këtë mënyrë arbitrare e rrit informalitetin. Po. Cilët sektor pritet të prekën më së shumti nga kjo? Prodhimi, ndërtimtaria apo shërbimet? Po gjithë sektor, tash është edhe gastronomia, është edhe ndërtimtaria, është edhe prodhimi, sidomos kjo pjesa ku nuk kërkohet ndonjë njohuri e veçantë, po i shkojnë me logjistik, kjo pjesën ndikohet dhe sipas dhënave të administratës tatimore dhe ato që kemi dëgjuar nga ana e qeverisë në detyrë janë rreth 130.000, për shkak se neve nuk na është dhënë mundësia që ta bëjmë një studim të nxjerrim dhënat e hollësishme. Po sipas dhënave që ka deklaruar qeveria 130.000 nuk janë pak. Se në qeveri, për shkak në institucionet publike që janë punësuar rreth 83.000 vet, është një përqindje shumë e vogël që preket, ndërsa në sektorin privat janë punësuar 330.000. Nëse prekën 130.000, atëherë përshihni që është një 30-40% i të punësuar në sektorin privat. Cilat pasojat e tjera? Po pasojat e tjera është një ngadalësim, në ikja trive prej Kosovës, ai nuk gjen shpresë dhe nuk gjen mundësi mu punësu këtu dhe ik. Dhe çfarë po bëjmë në arinin tonë, i thojmë shko. E detyrojmë me lanë në Kosovën dhe me shku me punu në vendet e tjera. E dyta, shumë tri dhe treja që kanë pasur plan të fillojnë një startup që në hapat e parë detyrohen me mbyll, se nuk mundën me përballu ata pagën minimale prej 500 euro plus me ngarku në tatim të ardha personale. Cili është komunikimi që keni me Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik që funksionon pranë zyrës së kryeministrit? Për 3 vite gjysmë nuk ka qenë i hapur, nuk ka funksionu fare. Ishëm 6 muaj të fundit para zgjedhjeve të muajit shkort të këtij viti, ishëm të ftuar, mirë po nuk ishte një këshill ku kishim mundësi na me paraqit kërkesat tona, idetë tona ose edhe ankesat. Zakonisht në atë këshill është bërë për çështjet PR-it, për shkak se ministrat e kanë shfrytzuar dhe kanë raportuar për punën e tyre, një raport që është do ta bëjnë para kryeministrit e jo në këshill, ku janë edhe partnerët ndërkombëtar. Dhe ai këshill kështu filloi me humb ma kuptimin edhe tani është se them, muj me thënë lirisht që është
mbyll prap. Po, pra po flasim për ekonominë në përgjithësi. Cilat janë sfidat që kanë kaluar bizneset në vendin tonë? Po sfida më e madhe këtë vit e biznesit ka qenë nxjerrja e biznesit në tregun e lirë, kjo pjesa e parë, dhe pjesa e dytë, ato që nuk e nxjerrin në treg të lirë, ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Te pjesa e parë është bërë një dalje e dhunshme e bizneseve në tregun e lirë, e pa përgatitur në baza ligjore, që ka shkaktuar pasiguri shumë të lartë ekonomike dhe juridike për bizneset, siç e ka konstatuar edhe Gjykata Supreme me gjykimin e vet. Dyta, shumë biznese është dashur të ndalin investimet e tyre për të riorientuar ato investime në panele solare, në bateri, për shkak të nxjerrjes së dhunshme në tregun e lirë. E treta, kjo i ka detyruar bizneset që ta tkurrin prodhimin ose ta tkurrin zgjerimin e investimit të tyre në Kosovë prapë për shkak të sfidës së nxjerrjes në tregun e lirë. Sfida tjetër pas energjisë elektrike ka qenë mos ndërmarrja e asnjë reforme brenda vendit në politika fiskale, në arsim, në shëndetësi, në sundim të ligjit. Është viti 5 i 6 që s'kem asnjë reformë hiç të vetme. Sfida tjetër ka qenë me imazhin e Kosovës, ku bizneset tona kanë pasur shumë sfiduese që të gjejnë investitor të vinë në vendin tonë, për shkak që gjatë tërkohës kemi pas deklarata që do të bëhet luftë, Kosova do të atakohet nga Serbia, edhe këto deklarata kanë qenë nga ana e kryeministrit, udhëheqësve të tjerë, qoftë kuvend, qoftë në qeveri. Janë këto sfidat më të mëdha që i ka pasur deri më sot për këtë vit biznesi. Shto këto dhe sfidat që s'kemi pas institucione fuqi plote, për shembull, në Kuvendin e Republikës Kosovës janë mbi 1 miliard marrëveshje, të cilat presin për më ratifiku dhe nuk janë ratifiku, kurse 80% e këtyre projekte vjen projekte kapitale që kishin me përfitu biznesi, po në anën tjetër kishin me përfitu dhe shtetarët e Republikës Kosovës për një ngritje të standardit më të lartë jetësor. Pra nuk kemi zhvillim të bizneseve. Jo, nuk kemi zhvillim të bizneseve në Kosovë, dhe më së miri këtë tregon rritja reale ekonomike. Jemi të folë me dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Agjencioni Statistike të Kosovës për të odhës ekonomike, dhënat që i kemi mbyll për muajin shtator, për 9 mujorshin, ku rritja ekonomike reale shkon në 3.4%, është nën parashikimin që të gjitha institucionet ndërkombëtare kanë dhënë në fillim vit që do të jetë 3.7, 3.9. Dhe nëse vazhdon ky trend tregon më së miri se sa keq gjendemi në rritje ekonomike. Pra kemi pas 3 parë zgjedhjesh. A ka qenë edhe kjo pengesë duke mos e pas fokusin në ekonomi? Po ka qenë pengesë, edhe pse s'u kanë fokusin në ekonomi, kjo ka qenë pengesë për biznesin, se biznesi don parashikueshmëri. Biznesi don me ditë se kush është në qeveri, çfarë përbërje do të ketë qeveria, për shkak se prej saj mbaret për 4 vite të ardhshme, çfarë politika fiskale do të ketë, çfarë politika të investimeve për projekte kapitale do të ketë, çfarë politika sociale do të ketë e kështu me radhë. Biznesi ka met peng i situatës politike në Kosovë. E përmendet edhe parashikimin e rritjes. Banka Botërore parashikon që kjo të jetë 3.8%. Pra nuk do të mjaftoj kjo? Jo, kjo s'mjafton hiç, për me pas një rritje ekonomike që krijon efekt, që vrehet efekti i saj në rritjen e standardit jetësor të shtetërorëve të Kosovës, rritja ekonomike duhet të jetë minimumi 7%. Që në kupton dyfishi i kësaj. Kurse trendi që duke shku, ne jemi duke rënë. Derisa vitin e kaluar kemi mbyll me 4.1%, tani jemi në 3.4 që nuk e ke pas as në 2016, as në 2017, nuk e ke pas këtë rritje ekonomike. Kështu që shumë shqetësues trendi i rritjes ekonomike ku ndodhemi sot. Sa ka potencial për të investuar në vendin tonë? Ka shumë potencial. Dhe Kosova është një vend i mundësive të mëdha. Vetëm se na nevojitet një qasje tjetër ndaj ambientit të bërit biznes. E para na nevojitet që me dëshmu që Kosova është vendi më i sigurt për investime në Ballkanin Perëndimor, për shkak se i ki trupat e NATO-s, kuptimin e sigurisë. E dyta, ndërmarrja e reformave, politika fiskale, në sundimin e ligjit, do ta bën Kosovën një ambient shumë më të mirë të bërit biznes. E përmendet që edhe rinia apo ik, apo e largojmë ne vetë fuqinë punëtore? Po largojmë se mos ndërmarrja veprime, mos bërja një ambientit më mirësor të bërit biznes, mos investimi në projekte të kërkimit dhe zhvillimit, në projekte inovative, ku trit ton mund të kontribuojnë. Shikoni, ne të madhrat kemi deficit, më shumë importojmë se sa eksportojmë. Kurse të shërbimet kemi suficit. Se kemi suficit falë rinisë që kemi një rini shumë të shëndosh, mirë edukume,
që shesin shërbime prej Kosovës pa qenë e nevojshme me qenë fizikisht në Washington, në Berlin, në New York, në Vjenë. Edhe kjo më së miri të tregon dhe këto na kemi vujt që qeveria e Republikës Kosovës nuk e ka përgatit një plan të sektorëve se ku Kosovë është konkurus. Edhe me investu në ata sektore ku ne jem konkurus. Ne nuk jem konkurus në industrinë e rënë. Ne nuk mund të fillojmë të prodhojmë vetura. Si jem konkurus? Po jem konkurus shumë sektore të tjerë. Shqipni për shembull trit me vesh një sektor për marr të pjesa tekstilit, fashion design që janë. Piveshin yjet botërore piveshin. Pra s'kemi strategji konkrete. S'kem strategji, s'kem një plan, domthonë ekonomia është lënë me ramje të lirë. Po me lidh arsimin me tregun edhe me nevojat, Po kjo është një kërkesë e kamotshme e odës ekonomike. Ne kemi bërë një analizë ose një studim me anëtarët e odës ekonomike, me një mosër për 500 bizneseve. Sfida më e madhe për momentin është mungesa e fuqisë punëtore. Kurse sfida e dytë, mas mungesës fuqisë punëtore, është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Çka nuk kupton që edhe këtë fuqi punëtore që kemi në Kosovë nuk është e kualifikuar me kërkesat e tregut. Për këtë arsye na kemi kërkuar me urgjencë një reformë në sistemin arsimor për ta reformuar sistemin arsimor dhe me lidhje me kërkesat e tregut. Një nga problemet janë edhe sanksionet e BE-s. Sa e pengon kjo këtë vendim? Po e pengon shumë, deri më tani nuk kemi arritur në rreth 600 milion euro të marrëm si rezultat i këtyre sanksioneve mos ndëshkuese. Javën e kaluar në pozitën e drejtorit të odës ekonomike të Kosovës dhe në pozitën e kryetarit të bordit të odave të Ballkanit Perëndimor e ja dërgova një letër përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, zonjën Skaja Kallas, me lutjen që me pa mundësinë mi largu masat mbasi që është plotësuar ai kushti që është kërkuar për zgjedhjet e lira në pjesën e Mitrovicës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Dhe shohëm, lusëm që të reflektojnë për shkak se kjo jo vetëm në aspektin financiar që na ka dëmtuar, për shkak mos mundësimi marrë 600 milion në projekte kapitale. Po edhe si imazh nuk ka qenë mirë që i vetmi shtet në gjeografikisht që është në pjesë e Bashkimit Evropian dhe që është në saksion është Kosova, dhe ne jemi identifikuar me Bielorusinë, me Rusinë në masa ndëshkuese. Flasim pak për inflacionin, shporta shtetorit pra përëndohet së tepërmi. A ka pas mundësi më të madhe për një reagim mes institucioneve dhe bizneseve? Po, ka pas mundësinë, sidomos ajo pjesa nëse ju kujtohet kur ne kemi kërkuar një fazë të tranzicionit të mosdaljes në treg të lirë, se një ndër shkaktarët më shumti që e ka simuluar inflacionin e brendshëm e kemi rritja e çmimit të energjisë elektrike. Ajo është, sipas dhënave të Agjencionit Statistik të Kosovës, pjesëmarrja e energjisë elektrike në rritje ose në inflacion është 17.5%. Se nuk u përkrahët atëherë? Po nuk u përkrahë se qeveria nuk ka në anën e bizneseve, ishte në anën e furnizuesve me energji elektrike, ishte një shumë prej 53 milionëve, me të cilën për një vit qeveria ka mund që ta shtyj ose ta jap mundësi si fazë tranzicionit biznesit që të përgatitet për daljen në treg të lirë, po ashtu edhe do të kishte mundësi që të përgatitet më mirë tregu, konkurenca, dhe në këtë formë se çështja e çmimit të energjisë elektrike është kosto operative, që ndikon drejt për drejt në çmimin final të produktit apo të shërbimit, produktit prodhimit tonë vendor. Dhe si rezultati rritjes së çmimit të energjisë elektrike, sot i kemi prodhimet tona më shtrejta se sa prodhimet e importura. Dhe nëse shohim normën ose vlerën e modrave të eksportura, na sillet rreth 800 milionëve që 3 vite për 12 muaj, se deri tani është 670 milion, mirë po deri në fund të vitit mund të shkojë deri rreth 800 milionëve. Mirë po këtë vit kemi një ramje krahasuar me vitin e kaluar për 1.5%, ndërsa importi këtë vit sipas trendit gjor duke shku do ta kalon me siguri 6 miliardëshin. Dhe kjo më së miri tregon që na jemi të kur prodhimin ton dhe eksportin, ndërsa jemi të i mundsu rritjes së importit. Pra po rrezikohet fuqia blerëse duke parë këtë inflacion. Po rrezikohet se qytetari po varfërohet. Për 5.3% është norma e fundit që kam rrit tani, kur jemi të bëj këtë intervistë, dhe nëse ti vitin e kaluar një sport familjar ose një sport për shtëpi ke blej me 500 euro, këtë vit nevojitet 700 euro. Si qëndron Kosova krahasuar me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut apo edhe Serbinë për kushtet e të bërit biznes? Shqipëria, Maqedonia dhe Mali Zi kanë nisë shumë edhe si rezultat i integrimit që janë duke bërë në Bashkimin Evropian, kurse ne me thonë kemi stagnu, po më duket është e pak, po kemi filluar me ecën mbrapa. Për shkak se
këto 3-4 vitet e fundit, na jo që s'kemi pas investime të huaja kualitative, po s'kemi pas as interesim për investime. Në qoftë si shohim investimet e huaja direkte, ku shtim ne edhe investimet e diasporës tonë, e shohim që prap 79%, 80% e tyre na kanë shkuar në paligjshmëri. Kështu që tani edhe ky trend ka filluar me ndryshu, për shkak se kompanitë tona ose investimet të kosovarëve kanë filluar me dalë në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, pikërisht për shkak sigurisë juridike dhe ekonomike që është më larg në këto vende. Në rregull, zotëri Rafuna, faleminderit për intervistën. Pas intervistës në studio, është koha që të flasim për një histori suksesi. Personazhi i kësaj historie u largua nga Kosova gjatë kohës së luftës si nëntëvjeçar. Belgjika u bë vendindje dytë për të. U bë burim inspirimi që në Kosovë të sjellë një kulturë në vete, ta sjellë birën belge në Kosovë. Pra tash do të flasim për Belgian Brew Import, kompaninë që ka ekskluzivitetin e importit të birës me traditën më të vjetër në botë, mbi 25 lloje të birave belge. Çdo sukses vije pas një sakrifice të madhe. E historitë e individëve që kthehen në tregim suksesi, thuan më lehtë arrihen pas shumë sfidash. Si shumë familje edhe ajo e Jozef Gashit mori rrugën për në Belgjik. Si fëmijë, Jozefi i pavetishëm se çka sjell epiteti i emigrantit, sigurisht do duhej të ndiqte familjen dhe rrugën që kishin marrë gjatë luftës në Kosovë. Gjakova vendlindja jeme. 8 vjeç jam konë kur kemi hekë në Belgjik. Kujtimet kryesore i kam prej Katunit, ku kam jetu, është Dobidol. Prind e kanë marrë këtë nisëm për Belgjik për shkak të luftës. Do të thonë për me siguru mirëqenjen e familjes, baba em na ka çuar në Belgjik. Jemi mundu atje mu integru sa më shumë, po kur nuk e kemi harru gjuhën tonë prej ardhën tonë. Në atë rrugë Belgjika nuk u bë vetëm stre për ta, por një dhe i dytë. Aty, mes rrugëve të gurta, Jozefi rriti ëndrat e tij. Ai nuk ishte më vetëm një emigrant, por një urdh lidhse mes dy botëve, Kosovës dhe Belgjikës. Belgët, për këtë familje e kanë një kuptim më të thellë se thjesht të huaj. Arsyeja pse jam falëndërues Belgjikës është për shkak të mirëpritjes që na kanë bërë. Ne jemi mundu mu integru maksimalisht dhe aja na u ka shpërbly. Mas luftës kanë tentu me na rikthy, me që mbaroj lufta, mundi mu kthy në shtetin e juj, po komuniteti është shumë protest edhe e kanë dalë këtë punë. Në Gjakov ndina në shtëpi. Është shumë e thjesht. Në Belgjik jam integru mirë, po shtëpi vendi huj kur nuk bërë. Kthimi në Kosovë konë parim prej ditës parë. Gjithmonë, në konë mund qëllimi me kriju kushtet për më rikthy në vend temin. Jozefi erdhi deri te vendimi për të cilin thuajse gjithë ishin larguar që të ktheheshin në atë, por kësaj radhe nuk u kthye duar bosh. Me veti solli një copë belgjik, një trashëgimi të gjallë, të njohur nga UNESCO si trashëgimi kulturore e paprekshme e njerëzimit, pra solli kulturën e birrës belge. Por jo thjesht birrë si pije, por si filozofi jete, si një art që rrjedh në përshekuj. Belgjika ka mbi 1500 lloje birash dhe çdo qytet, madje edhe në çdo fshat, ka recetën dhe stilin e vet. Në fakt, tradita e birrës atje nis nga manastiret mesjetare, ku murxhit, përveç lutjeve, krijonin edhe bira të pasura me shijen dhe historinë e saj, të njohura sot si birra trapista, ndër më të vlerësuarat në botë. Me mbi 25 lloje unike që nga ato klasiket e deri ato më të pazakontat që nuk i kanë njohur tregu i Kosovës më parë, Skivjani, ashtu siç njihet Jozefi, solli një përvojë autentike belge në Kosovë. Çka me bën diçka të mirë për vend temin, agon me pru një produkt që ka mungesë në tregën e Kosovës e që e meriton Kosova me shiju produktin belg që e shijon në gjithë Evropa. Birrat belge janë mbrojt me pri UNESCO-s.
Një produkt tillë nuk e kemi pa hala në Kosovë, e që ajo ka në arsye kryesore pse kam vendosur me prunë birrë në Belgje. Patjetër, e kam një krenari, si e ka çdo shqiptar. Kam qef me po Kosovën sa ma nelt, kam qef me po Kosovën në Evropë. E besoj se është hap i mirë me produkte evropiane që janë krejt Evropa, edhe e qet pak në hartë. Do të thonë, depon Belgian Brew Imported e kemi në Skivjen. Nuk ka njeri në tregin e birrës belge që nuk e njeh Skivjanin për momentin. Domethënë ajo është një krenari në veti. Kur flasim për birën belge, shumë kujt i vjen ndërmend gotat e kristalta, shishet me etiketa të dizajnuara me dorë dhe shijet unike që vetëm shekujt mund t'i përsosnin. Por pas këtij rrëfimi, qëndron një tjetër histori, ajo e Josef Gashit, themeluesit të Belgian Brew Import, i cili u largua nga Kosova gjatë viteve të turbullta të luftës për të gjetur streh në Belgjik. Belgjika i ka 1500 lloje të birrave. Unë jam mundu me bën një përzgjedhje që ka mendoj unë që mundet një shtu vlerë të madhe Kosovës. I kemi për momentin 4 brende, 25 lloje të birrave janë, 19 birrari në botë e kanë drejtën me u quajt trapist, 6 prej tyre janë në Belgjik. Kjo është një ndër të parat prej tyre, domethënë është e para birrari në botë që e ka prodhuar birrën double edhe triple. Prej kësaj na kanë fillu krejt tjerët me kopju, domethënë fermentimi i dytë dhe i tretë në shishe. Nuk ekziston kërkun në Ballkan asnjë birrë manastiri, asnjë birrë trapist nuk e kemi. Madje edhe birra të ndryshme të cilat janë tërësisht të pazakonshme, jo vetëm për tregun e Kosovës. Lindemann është një birrari familjare që është, domethënë, disa gjenerata në njëjtën familje. I ka 7 lloje birrave të frutave. Domethënë kim drellz, kim vishnje, moll, pjeshk. Fillon prej 2,5% alkool deri te ato matronda 8%. Është diçka që tregi i Kosovës ala nuk e ka pas si birrë. Belgian Brew Import mban ekskluzivitetin për distribuimin e këtyre birrave në Kosovë, Shqipëri dhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Kjo është më shumë se biznes, është një mision për të ngritur standardet kulturore dhe gastronomike, për të ofruar diçka ndryshe, që nuk vjen thjesht për të plotësuar një nevojë, por për të hapur horizonte të reja të shijimit dhe bashkëpunimit kulturor. Belgian Brew Import është përfaqësues për Ballkan. Për momentin jemi të ushtri produktin në Kosovë dhe mandej dojna me këshirë me ushtri në krejt tregjet shqiptare. Kjo nuk është thjesht birrë, është një urë mes dy identiteteve, një rikthim në adhe me diçka që përfaqëson më shumë se biznes, përfaqëson rënjet që nuk harrohen dhe eksperiencën që nuk humbet. Një storje tjetër interesante flet për një grua bletare. Historia e suksesit vjen nga fshati Përbërgje Dëçanit. Ka një tregim të rëndësishëm dhe e sjell kolegja Erlinda Krasniqi. Në mëngjeset e hershme të prilepit të Deçanit, para se fshati të zgjohet plotësisht, Jehona është tashmë pranë bletëve. Zhurma e lehtë e krave të tyre është muzika e përditshme e jetës së saj. Për Jehonën, bleta nuk është thjesht një insekt, është jetë, punë, sakrificë dhe dashuri e trashëguar brez pas brezi. Bletaria për të është një amanet familjar, një traditë që vjen si nga familja e saj, ashtu edhe nga ajo e bashkëshortit. Prej saj kanë jetuar në vite të mira dhe në vite më të vështira. Ka pasur sezone me prodhim të bollë shumjalti dhe sezone më të varfra, por asnjëherë dorëzim. Duke i parë kushtet ekonomike të familjeve, gjatë shtimit të bletës, çdo vit kena pas suksese të ndryshme, por viti më i suksesshëm ka qenë ai vit kur kemi marrë shumë prodhimtari miel, ndërsa vitet tjera kanë qenë më pak. Ndërsa çdo vit ne duke shit blete kemi nxerrat buxhetin tonë për me investu në biznes. Jetojmë pi bletës, do të thonë jemi 4 anëtar të familjes, marrëm edhe punëtor sezonal, ju ndihmojnë edhe rrethit. Nga kjo punë jetojnë 4 anëtar të familjes. Jehona punson edhe punëtor sezonal, duke ndarë punën dhe bukën me të tjerët. Fitimet vjetore kanë arritur deri në 20.000 euro.
Ka shku deri në 10.000, 15.000, 20.000, do më thonë varësisht. Po që ato 20.000, do më thonë i kena pas fitim në ashta vetëm 13.000 ose 10.000, 9.000, tjerat kanë shku këtë investim për me mojt bletën, sepse nëse i fiton për i bletës 150 euro, atëherë nëse shet një bletë 150 euro, ti dush me marë 50 euro kushton një kushiri tjetër për me ble, një janë për me prodhut merku, do më thonë që ato 150 euro shkojnë pëthuaj se mbi gjysa 70%, do më thonë për me investu për me bo një bletë tjetër. Përfitimi i bletarisë është një përfitim jo dhe fort i madh, por është fitim shumë i mirë, sepse është një biznes që ka punë. Këtë veti kemi nxjerrë 2.000 diçka kilograme mjalt, ku të llojeve të ndryshme, që nga viti 2015 jetojmë, do më thonë, veç prej bletarisë. Ajo ka përfunduar master në matematik dhe tash e 3 vite punon si mësimdhënëse, por zemra e saj mbetet gjithmonë te bletët. Nëse do të më duhej të zgjidhja mes ditarit dhe bletarisë, do ta zgjidhja bletarin, thot ajo pa asnjë dilemë, sepse bleta sipas saj nuk është vetëm punë, është identitet. Unë kam masterin e matematikës, jam profesoreshe e matematikës, tash që 3 vite jap mësem, tu me një fshat në Dëgjan, por asnjëherë nuk mendoj me lanë, do më thonë, bletarin. Nëse u mipet mundësia me thonë ja ditarin, ja bletarin, atër zgjedhi me qenë me bletë. Në vitin 2024, puna e saj u njoh edhe ndërkombëtarisht. Ajo u rendit e 12-ta në botë për cilësinë e mjaltit, mes mbi 115 pjesëmarrësve nga shumë shtete. Me qenë se në vitin 2024, kom marrë në garat e evropiane të botës për cilësinë e mjaltit, jemi kanë s'disa shtete, s'disa gra, ku 115 e kemi kalu pragun e parë, ku pragun e dytë, do më thonë, fitu se kom zonu në venin e 12 me cilësinë e mjaltit të bletarisë time. Në botë. Po, në botë. Por suksesi më i madh për Jehonën nuk janë çmimet, është bleta vetë. Ajo e mbron edhe me fjalë sa herë dikush flet keq për të. Jam zënë me njerëz vetëm që të mos flasin keq për bletën, thot ajo. Sepse për Jehonën bleta nuk është insekt, është jetë dhe jeta mbrohet. Me qenë se shumicën e rasteve ndodh me pas edhe musafir në bletish dhe ndodh me ngacmu një blet me hongër, një njeri, ka ndodh edhe me full fjallë shumë të këqija për bletën, por edhe kur i na kanë me takime në vendet të ndryshme, kanë full keq për bletën, sa që unë jam rrugë me njerëz, ndoshta jam shty me fjallë, për mos me full keq për bletën, sepse du bletën shpirtnisht dhe kam qef edhe njerëzit tjerë me dashur bletën. Me qenë se shumica e njerëzve kërkojnë për shërime, do të thonë edhe e përzin me medikamente të ndryshme, atëherë e marrin më shumë bjeshkës edhe gështenjes, por Prishtina Lit, Frizaj Lit edhe përdorin edhe të lulave edhe të bagrinit, sepse është pak më e lehtë për me konsumu. Gjakovar më shumë e kërkojnë bjeshkës. Në pjesën e fundit të emisionit, do të mund të ndihni një blog që flet për zhvillimet ekonomike kryesore të javës në vend dhe në botë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Bashkimi Evropian do të heqë të gjitha masat ndaj Kosovës në fund të janarit të vitit ardhshëm. Të mërkurën në mbrëmje, në një deklarat pas samitit BE Ballkani Perëndimor në Bruksel, Osmani ka thënë se ka marrë konfirmimin nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se masat do të hiqen tërësisht në janar. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka njoftuar se pas heqjes së pjesshme të masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, 205 milion euro pritet të lëshohen në fillim të vitit ardhshëm. Ministrja në detyre e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari tha se ka vendosur marzh tregtare për produktet e naftës që përdoren për transport. Sipas vendimit, marzha tregtare maksimale e lejuar për shitje me shumicë do të jetë deri në 2 cent për litër, ndërkaq me pakicë deri në 12 cent për litër. Hajdari tha se vendimi për caktimin e masave mbrojtëse për produktet të naftës që përdoren për transport u mor me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve dhe konkurrencës së drejtë në tregun vendor.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se bazuar në raportet zyrtare në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk janë më të pranishme sëmundjet mortaja e dhënëve dhe dhive, si dhe gripi i shpezve, serotip me patogenitet të lartë. Sipas njoftimit, në bazë të ligjit për veterinarinë, është marrë vendim për heqjen e ndalesës së importit dhe lejohet importi i kafshëve të gjalla, dele dhe dhi dhe produktet e tyre, si dhe i shpezve të gjalla dhe produkteve të shpezve që vijnë nga Republika e Shqipërisë. Aleatet e NATO-s kanë miratuar buxhetet e përbashkëta për vitin 2026. Buxheti civil i NATO-s për vitin 2026 do të jetë 528.2 milion euro, ndërsa buxheti ushtarak parashikohet të arrijë në 2.42 miliard euro. Vendimi është marrë të martën gjatë një mbledhje të Këshillit të Atlantikut të Veriut, raportojnë mediat ndërkombëtare. Në një deklaratë zyrtare, NATO ka bërë të ditur se buxhetet e financuara nga të gjitha vendet anëtare për vitin 2026 synojnë të mbështesin aftësitë kritike dhe të rrisin nga dishmërinë operacionale, duke bërë aleancën më të fortë, më të drejtë dhe më vdekjeprurse. Papunësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në nivelin më të lartë në 4 vitet e fundit. Byroja e Statistikave të Punës ka publikuar të dhënat e saj, duke treguar se niveli i papunësisë ka shkuar në 4.6% nga 4.4% sa ishte, duke shënuar përqindjen më të lartë në këtë periudhë. Shkalla e papunësisë është në nivelin më të lartë 4 vjeçar, prej 4.6% nga 4.4 që ishte. Siç shkruan BBC, të dhënat e papunësisë do të shqyrtohen nga afër nga Rezerva Federale, e cila është përballur me presion nga presidenti Donald Trump për të vazhduar uljen e normave të interesit. Raporti i punësimit zakonisht del të premtën e parë të çdo muaji, por u vonuan nga mbyllja 43 ditore e qeverisë federale, shkruan BBC. Shikues të nderuar, po e përmbyllëm edhe një shtyllë ekonomike ku trajtuam tema të ndryshme nga paga minimale e deri tek storie interesante të bërit biznes. Duke ju ftuar të informoheni në www.kosovapress.com dhe të na ndiqni në YouTube dhe në Facebook. Ju përshëndesim, natën e mirë. Një emision ekskluziv Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima.